Welcome. Përshëndetje. Shoferi i ri këtu. Faleminderit shumë Prishtina Rentakar. Trujt zotit dhe mirëpafshëm. Jeni më të mirët. E di. Shumë faleminderit. E di, normal. Besimin e kemi vetëm te ju për transportin më komfort të personazheve që na vjen. Normal, rreth shtëpisë. A shijua zoti ardit transportin me Unë jam edhe publiku. Zakonisht mirë, një shëtitje, një gjiro e jashtëzakonshme deri në vendin e ngjarjes. Mashallah, më bëhet qefi. Si ishte shofere Bia? Bia, do me thonë bravo Prishtina Rentakar. Prishtina Rentakar. Për një shofere të jashtëzakonshme me një aur, me një energji që rrugën ma ka bërë, do me thonë 5 minuta dhe me super energji, të pas parasysh dhe makinat e mira dhe efikasiteti tyne. Përshëndetje. Mirë se na erdhe, është kënaqësi për mua që të të kem sot këtu maestro me zje prisja dhe ti e di shumë mirë. Dhe besoj se do të kemi një bashkëbisedim shumë bukur njëri me tjetrin. Besoj që do të kalojmë shumë mirë, si gjithë. Bia. Jam publiku. Ose qa? Jo, tani duhet jemi vetëm. Pse? Që mos kemi. Tani gosipu, debate. Jo, është podcast. Sekreti. Po s'ka gja, unë jam publiku, na. Unë jam shoferi personal. Okej, Kene i shuan të gojë që ti. Jo, s'ka gjë, nuk më kuptove. I kam thënë gjithve që vetëm ne të dy do jemi këtu. Okej. Pasaj, kur do jesh ti edhe ti do jesh vetëm këtu me mua. Jam në depresion tani.